Fondi Shqiptar i Zhvillimit është denoncuar me prova si një nga 4 gropat e zeza më të mëdha për korrupsion me fondet publike dhe fondet e Bashkimit Evropian, ndërsa drejtori Dritan Agolli është faktuar si firmosës i aferave me miliona euro me styre tender fiktiv për të vjedhur. Të njëjtën gjë drejtori Dritan Agolli ka bërë më 19 e 22 qershor 2026, duke sajuar 2 tender me vlerë totale 12.72 milion euro me TVSH për 2 shërbime që janë dukshëm të sajuara për të zhvatur këto fonde një javë para shkuarjes në plazh. Procedurat e prokurimit për 2 tenderët Agolli i ka publikuar në buletinin e prokurimeve publike të datës 29 qershor me këto objekte. Procedura e parë është për përmirësimin e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe funksionalitetit të rrugëve, me fond limit 10.2 milion euro me TVSH që do të zhvillohet më datë 27 korrik. Procedura e dytë është për konsulencë, projektime mbikëqyrje të 100 fshatrave me fond 720.000 euro me TVSH të miratuara nga Ministria e Financave dhe do të zhvillohet më datë 24 korrik. Për të krijuar mundësinë e arrestës së vjedhjeve të mundshme, drejtori Dritan Agolli ka përcaktuar periudhë 2 vjeçare si kohë për zbatimin e kontratave, siç ka vepruar dhe me shumë tender të tjerë të sajuar gjatë 7 viteve e gjysmë drejtori FSHZ-s, i emëruar nga Edi Rama dhe oligarku Bashkimi Ulaj që e kishte punonjës. Tenderi i parë është sajuar e shpallur vetëm një javë pasi autoriteti rrugor shqiptar ka zhvilluar tenderet për të njëjtin objekt, mirëmbajtje, përmirësim sigurie dhe funksionalitetit të rrugëve në të 4 rajonet e vendit, ndërsa tenderi për shërbime konsulence, projektimi e mbikëqyrje të 100 fshatrave turistik është plotësisht fiktiv, sepse ky projekt dështoi u mbyll dhe është bërë nul para 2 vitesh, pasi u vodhën 110 milion euro nëpërmjet tenderëve fiktiv që sajoi e zhvilloi drejtori Dritan Agolli. Por Dritan Agolli, drejtori aligator i korrupsionit, nuk po preket nga spaku, megjithëse është marrë një herë në pyetje për 2 dosje hetimore, njëra për pastrim parash në ndërtime restorante nëpërmjet gruas dhe djalit, tjetra për abuzim me fondet dhe shpërdorim detyre me tenderët, duke i dhënë restorantit të djalit 500 milion lekë nga buxheti i shtetit për gjoja përgatitjen e menuve të 100 fshatrave turistik. Fakti që SPAK nuk e arreston, madje nuk po e procedon as penalisht e ta pezulloi nga detyra, i ka krijuar Dritan Agollit bindjen se është i paprekshëm, duke vazhduar të bëjë batërdi me tenderët të cilët u jep klientëve oligarkë e trafikantë që i paracakton me Edi Ramën.